Pas përfundimit e eksperiencës së saj si moderatore Ferma VIP 3, Arbana Osmani duket se ka nisur punën për një projekt të ri për të cilin ka zgjedhur të japë vetëm një sinjal të vogël në rrjetet sociale. Moderatorja ndodhet aktualisht në Korenë e Jugut, nga ku ka ndarë me ndjekësi disa momente nga vizita e saj në zonën e çmilitarizuar, kufirin mes Koresë së Jugut dhe Koresë së Veriut, duke rrëfyer disa prej historive më të veçanta që lidhen me një nga vendet më të militarizuara në botë. Përmes disa postimeve në Instastory, Arbana tregoi se turi zgjati rreth 7 orë, ndërsa vizitorët nuk lejoheshin të përdornin telefonat në pjesën më të madhe të itinerarit. Ajo ndau edhe informacione mbi familjet koreane që u ndan pas luftës dhe programin televiziv të vitit 1983, i cili shërbeu për ribashkimin e shumë prej tyreve. Në një tjetër postim, moderatorja cilësoi eksperiencën si të veçantë, sidomos për shqiptarët. Një eksperiencë unike, sidomos për ne shqiptarët që kemi përjetuar izolimin, arratisjet dhe komunizmin. Megjithatë, vëmendjen më të madhe e mori postimi i fundit. Arbana publikoi një fotografi pranë kufirit së bashku me bashkëshortin e saj Eduard Klishaj, duke lënë të kuptohet se kjo vizitë nuk ka qenë vetëm një udhtim. Ja dolëm të bëjmë një selfie te kufiri dhe morëm frymësimin për projektin e radhës, shkroi ajo. Ky mesazh ka nxitur menjëherë kurreshtjen e ndjekësve pasi lë të kuptohet se vizita në kufirin mes dy Koreve mund të ketë shërbyer si burim frymëzimi për një format të ri televiziv. Ndonse Arbana nuk ka dhënë detaje të tjera, postimi ka bërë që shumë të pyesin nëse moderatorja po përgatit një reality show krejtësisht ndryshe nga projektet që ka sjellë deri më tani. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.